Ekipi amerikan i volejbollit për meshkuj po shfaqet në një formë shumë të mirë në lojrat olimpike të Londrës. Deri tani ai ka arritur 3 fitore dhe shihet si një prej ekipeve të forta pjesëmarrës në këtë sport. Në ekipin amerikan luan edhe Donald Suxho, lojtari me origjinë shqiptare, i cili ka nisur karrierën e tij sportive në qytetin e lindjes Korç. Basardjes familjarisht këtu në Shtetet e Bashkuara në vitin 1996, Donaldi vazhdoi dhe mëtej angazhimin e tij me volejbollin, duke arritur që të jetë pjesë e ekipit kombëtar amerikan që në vitin 2001, por si arriti shqiptaro-amerikani Suxho të jetë një prej lojtarëve kryesor të ekipit amerikan. Për mëtej ne do të lidhemi tani me studion e Zërit Amerikës në Londër për të zhvilluar një bisedë me të. Mirëmbrëma Donald. Faleminderit për kohën që na kushtua, duke ditur që sot është një ditë e ngjeshur me aktivitete, nesër keni ndeshjen me Rusin, por më lejo fillimisht të uroj ty edhe ekipin e volejbollit për fitoren e dieshme ndaj Brazilit. Si arritët që të keni këto rezultate, pasi paraprakisht mendoj që prishpëria nuk ishte kaq e lartë në fakt? Neve, kupton, kemi punuar shumë fort këtë bear dhe kemi 4 vjetë që përgatitemi për lojrat olimpike dhe në fund të fundit, kur bën punë të fort, rezultatet arrin mirë dhe dje lojtëm një ndeshje shumë të fort me Brazilin, një nga ekipet më të mira në botë. Dhe është një nga rivalet tona personale, kemi lojtur gjithmonë kundra Brazilit dhe çfarë fitojmë, çfarë humbim. Dje na doli mirë, shqyr Zotit, dhe fituam. Po, ju jeni një lojtar me përvojë, keni marrë pjesë në lojrat olimpike të Athinës në vitin 2004, gjithashtu jeni pjesëmarrës në një sar aktivitetesh ndërkombëtare. Në ekipin tuaj ka lojtar me përvojë dhe lojtar në moshë të re. Si arrini të keni harmoni dhe frymë ekipi pavarësisht dallimeve në moshë? Gja me mirë si shtonë është eksperienca. Më thënë, ky grup që kemi me eksperiencë, kena qenë bashkë që në 2001 dhe kena lojtë shumë tornee të vështira, të lehta. Kemi kaluar shumë kohë të bukura dhe të vështira me probleme dhe gjithë lojtarët e rinj që kanë ardhur na besojnë. Dhe ajo është gjë më e mirë që lojtarët e rinj na besojnë, ata na japin energji që kemi nevojë neve si çuna më të vjetër dhe na japin fuqi. Kështu që është një miks shumë i bukur. Dhe shumë i ndihmës. Në fakt, fillesat e karrierës tuaj sportive janë në Shqipëri, ju keni qenë pjesë e ekipit kombëtar të rinjve atje, pjesë e ekipit kombëtar, keni luajtur dhe me ekipet të tjera. Sa e vështirë ishte për ju që të arrini të hyndit në ekipin kombëtar amerikan, edhe të keni një rol aq të rëndësishëm si është ai organizatorit e ekipit? Po, këtë drejt, unë kur që kam qenë i vogël, kur rrita në Korç me babajnë, se mendonim kur që do iknim në Amerikë ose do losnja me kombëtarën Amerikës, nuk ishte asë një ndër. Falenderoj gjyshen time që na solli në Amerikë në 96-ën, kur rrita në Amerikë, ishim në Boston dhe nuk isha asë një shpresë, sepse këtu nuk kanë lojra profesioniste na, edhe nuk isha asë një shpresë të luanja ose shtëbanja, dhe fillova të punoj me në qik fat nga një kushëriri tim, Chris Adams, që më ndihmovi shumë me ullafos me shumë kolegje. Arrita të shkoj në një universitet që ka volejboll dhe eksperiencë shumë të madhe edhe në kombëtarën Amerikës dhe në botë. Dhe si them, aty u odhën ato themelet me mendu një qik për me bajt me kombëtarën Amerikës. Në 2001, trajneri amerikan më bëri një ftesë, me ardhë me bë një provë, e kalova dhe kam 12 vjetë, jam shumë i kënaqur, jam shumë e fat. Edhe kupton, është një gjë që nuk e ndonjëherë kur, edhe si fëmijë i vogël, edhe kur isha në kolegj, sepse është ekipi kombëtar amerikan, kupton, unë vi nga Korça. Është një gjë e pamenduar, po për mua jam shumë e fat, jam shumë i lumtur. Nga Korça në Los Angeles. Nga Korça në Boston në Los Angeles. E vërtet. Ka ikur shpejt. Megjithatë ju fillesat tuaja siç thati keni në Korç apo në volejbollin shqiptar, i cili për hir të së vërtetës ka pasur një periudhë të artë në vitet 1980. Si mendoni pse nuk është më në ato nivele volejbolli në Shqipëri? Si shteti Mirela, në ato vite kena pas një volejboll shumë të bukur dhe me femra dhe me meshkuj, ka qenë një organizacion shumë i mirë me ekipet e para të rinjve, me ekipet të rinjve dhe unë aty u bëra si sportist në Korç me atë zinxhir që kishim me ekip para të rinj, me të rinj dhe babaj tim me kupton më futi me ekipin e Skënderbeut, kisha mundësi të shkoj me kombëtarën e të rinjve. Kam luajtur me studentin dhe ka qenë një program shumë i bukur. Gjithë trajnerët kanë qenë profesionistë, kema pas shumë ndihmë nga qeveria. Dhe ajo mungon tash, në mendimin tim mungon rinia, nuk kemi sport, e kupton, nuk kam ekipe para të rinjës që të futin lojtarë për ekipin e vjetër. Dhe unë 2 vjet më parë shkova në Kosovë, kam shkuar në Gjilan, me ndihmën çik volejbollin kosovar.
Dhe gjë më e bukur që trajneri Loriki Lazi ka hapur një akademi sportive për të rinj, sepse më kanë pyetur një pyetje të gjithë, si ta zhvillojmë volebollin dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe për mendimin tim është të rinjt, janë të reat. Po nuk investojmë në atë zinxhir të para të rinjve, nuk ka të ardhme, jo volejbolli, po asnjë sport. Ju përmendët babain tuaj, i cili është një emër i njohur në volejbollin shqiptar, por ju ndërkohë keni dhe djalin tuaj Shenj. Duket se është një stafetë e trashëguar nga Zoti Petraq tek ju, a do të kaloj kjo stafetë te djali juaj, te Shenji? Unë po mundohem shumë mos e shty shumë, sepse ai ka 7 vjetë që ri me mua, vjen në çdo turnement, vjen në palestër, siç rrita unë në Korçë, ai po rritet edhe në Amerikë. Pa ju e ka zemrën amerikan, në futbolli amerikan. Dhe kupton, s'kam shpej. Kështu që unë po në fund të fundit po e ndihmoj të bëhet një atlet, i tregoj eksperiencën time si sportist, rrugën si të bëhet një atlet, dhe ai më thënë të gjej, po kam shumë qejf të bëhet ai pasus. Po. Bashkëshortja juaj Elena nuk pati mundësi do të vinte që në fillim në Londër, pati probleme me marrjen e vizës në ambasadën britanike në Kiev, me sa di, si ka ndodhur? Po, ajo ka shku me marrë një vizë turistike, dhe sepse tashime që ka shumë turistë që po vinë në Angli me këto lojrat olimpike, nuk e dhanë vizën, edhe për mua ishte një çudi shumë e madhe, sepse neve i bëm gjithë dokumentat, gjitha, po në fund të fundit unë ndihmuam çik më shumë me Komitetin Olimpiad të Amerikës, dhe pas një jave mori një vizë, edhe erdhi këtu, dhe unë jam shumë i kënaqur dhe shumë e fat. Kem edhe Elenën dhe familjen time dhe çunin këtu në lojrat olimpike, është një ëndër e madhe shumë për mua. Dhe në fakt u kuptua prania e Elenës, sepse në ndeshjen e parë me Serbinë që nuk ishte Elena, nuk isha aq mirë. Pastaj te Gjermania dhe Brazili që ishte Elena, shpërtheva. Ishin të gjithë, shpërtheva. Unë s'kam kohë, s'kam shumë kohë me ndjen me familjen time, sepse jemi në kampin olimpik, po që të kem familjen time aty në pallat sportit, të më shohin, e kupton, është një gjë, t'jep një energji fantastike, dhe jam shumë e fat që janë këtu dhe që po më ndihmojnë në pallatën e sportit. Donald, unë të falenderoj shumë, ke bërë krenar miliona Amerikanë të cilët të presin ty dhe ekipin të ktheni në atë vend ndoshta me një medalje, por keni bërë të ndjeni shumë mirë dhe shqiptarët kudo që janë, ti personalisht, sepse i ke dhënë shumë dinjitet kombësisë të tyre. Faleminderit. Shumë faleminderit.